Gjatë një seance në Kuvend, kryeministri Edi Rama ironizoi opozitën, pasi disa deputetë e Partisë Demokratike i kthyen shpinën ndërsa ai fliste në foltorën e parlamentit. Rama tha se nuk është e drejtë që deputetët të ankohen për ligjin dhe t'i kthejnë kurrizin, duke shtuar se më mirë shpinën e tyre se sa fytyrën. Ai u shpreh i habitur nga akuzat e Flamur Nokës, i cili akuzoi kryetarin e Kuvendit për besnikërinë ndaj kryetarit të partisë, ndërkohë që vetë Noka sipas Ramës i është besnik pa konkurrent liderit të tij. Rama madje cilësoi Nokën besnik të vërtetë. Kryeministri theksoi se ky moment tregon sipas tij mungesën e përgjegjësisë dhe servilizmin ndaj udhëheqjes së partisë të disa deputetëve të opozitës. Ai shtoi se besnikëria ndaj qytetarëve dhe interesit publik duhet të jetë mbi çdo lloj besnikërie partije, duke e kthyer shprehjen ironike në një mesazh politik për opozitën. Ky moment u shoqërua me reagime të menjëhershme nga deputetët e Partisë Demokratike, disa prej të cilëve u larguan nga foltorja duke tensionuar seancën. Seanca vazhdoi me diskutime të tjera rreth ligjit në fjalë, ndërsa Rama përdori çdo rast për të theksuar se transparenca dhe përgjegjësia ndaj qytetarëve janë prioriteti i qeverisë, duke paralajmëruar se sjellja e deputetëve opozitar nuk do të pengojë agjendën ligjore të mazhorancës.